Përshëndetje të dashur virgjëreshe, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është mbreti I zjarrit. Mbreti I zjarrit vjen me është një mesazh I qartë për drejtim, vizion dhe veprim të qëllimshëm të dashur virgjëresh. Ajo flet për periudha kur është koha të lësh me njanë perfeksionizmin dhe analizën e tepërt dhe të marrësh drejtimin me vendosmëri. Kjo letër të kujton se nuk mjafton të kesh ide dhe plane të mira, duhet të kesh guximin t'i vësh në zbatim. Nëse ke pritur momentin perfekt për të filluar diçka, ky është pra momenti. Mos e shty më për kur të jem gati, sepse gati do të ndihesh vetëm pasi të fillosh. Në aspektin praktik, kjo letër të thot këtë: merr rolin udhëheqësh në atë që bën apo do të bësh. Mos prit udhëzime, por krijo drejtim vet. Fokuso energjinë në një projekt të dashur virgjëreshe apo synim konkret dhe mos shpërnda veten në shumë detyra të vogla. Fol me autoritet dhe qartësi. Komunikimi yt duhet të jetë I drejtë për drejtë dhe I sigurt. Kujdes me ngarkesën, nga që mbreti I zjarrit ka energji të madhe, por është edhe rrezik për të djegur nëse s'ka strukturë. Periudha që vjen të dashur mund të vendos përpara mundësive që kërkojnë inicim. Diçka që mund të ngrej në një nivel më të lartë profesional ose personal. Nëse vepron me besim dhe strategji, virgjëresh, rezultatet do të jenë të dukshme dhe kogja të qëndrueshme. Nëse lë mendjen të kërkoj perfeksion apo aprovim, mund të humbësh ritmin e mundësive. Kjo është periudhë ku duhet të veprosh si lider, jo si analizues. Shik më shumë panoramën e madhe se sa detajet, ato mund të rregullohen më vonë. Pra, në thelb, mesazhi për ju apo për virgjëreshën të dashur është: fillo, vepro dhe drejto me siguri. Vizionet nuk marrin vlerë pa veprim të qëndrueshëm të dashur virgjëresh.